Shtetet Bashkuara të Amerikës, i cili është edhe gazetar. Nderuar, përshëndetje. Mirëmëngjesi zotënis për juve dhe për të gjithë teleshikuesit e televizionit Klan Kosova kudo që ndodhe. Faleminderit shumë. Në anën tjetër këtu në studio kemi edhe kolegun tonë nga ora 7, Agon Rexhepi. Agon, faleminderit shumë. Çka po ndodh me Shtetet Bashkuara? 100.000 viza janë kogja shumë, madje janë afektuar edhe studentët kosovar. Është shumë e vërtet, në fakt kjo është një vendim që del nga zyra e migracionit pranë qeverisë amerikane dhe në bashkëpunim me Departamentin Amerikan të Shtetit ka ndodhur revokimi i rreth 100.000 vizave duke filluar janarin e 2026. Çka do të thonë revokim, pra është pak a shumë heqje e vizave dhe kjo ka ndodhur për më shumë se 100.000 qytetarë nga gjitha vendet e botës. Vlen të përmend që kryesisht pra kanë qenë qytetarë të cilët përkundër që kanë pasur vizë në Amerikë, kanë pas edhe probleme me ligjin, duke filluar në shapej problemeve deri më të vogla, pra ndalesave më të vogla thyrës ligjit, deri në ato po themi pak më të ashpra ose pak më ekstreme. Zotri Mulliqi, pse po mirën këto vendime nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka shi migrantëve, po them ashtu? Po zoti Enis, nëse kthehemi në retrospektiv në fushatën elektorale të presidentit Trump, pra në mandatin apo termin e tij presidencial, slogani i presidentit Trump pra ishte America First apo Amerika e para dhe Make America Great Again, pra të bëjmë Amerikën madhështore përsëri, dhe një nga premtimet e tij në sloganin e tij ishte pikërisht se Shtetet Bashkuara të Amerikës pra do të kenë një reformacion në ligjin e imigracionit, ku Shtetet Bashkuara të Amerikës pra kohëve të fundit kanë vujtur nga një numër i stërngarkuar i refugjatëve dhe i emigrantëve të cilët kanë arritur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë klandestine, pra në mënyrë të paligjshme, dhe numri i tyre sipas statistikave në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka kaluar më se 12 milion pra emigrantë huaj të cilët pra kanë ardhur në mënyrë ilegale në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sipas analizë politik në Washington, pra ardhja e refugjatëve dhe imigrantëve kryesisht nga Amerika Latine, që përbën pra numrin më të madh nga Meksiko, pastaj nga Kuba, Bolivia, Haiti dhe vende tjera të Amerikës Qendrore apo Amerikës Latine, e kanë stërngarkuar pra Shtetet Bashkuara të Amerikës, po njëkohësisht edhe buxheti i Shtetet Bashkuara të Amerikës ka kushtuar një kosto të madhe pra për akomodimin e tyre, për ushqimin e tyre dhe për sistematizimin e të gjithë emigrantëve në mënyrë të paligjshme. Madje zotri Mulliqi, këto ditë mandat presidencial siç dihet ka filluar masat shtrënguese dhe masa tjera të cilat pra siç ishin edhe debimi një numri të madh pra muajve të fundit ku presidenti Trump pra ka urdhëruar Departamentin Amerikan të Shtetit që të anulojë një numër të madh të vizave, ku dihet se Departamenti i Shtetit ka anuluar mbi 100.000 viza për shtetarë të huaj gjatë vitit 2025, më shumë se 2 fishi pra i anulimeve në vitin 2024, që ishte pra viti i fundit të administratës së presidentit Joe Biden. Pra të njëjtat pojime kanë cituar pothuajse të gjitha mass mediat amerikane, duke filluar edhe nga rjeti më i fuqishëm televiziv Fox News, i cili është pra një rjet televiziv pro-republikanëve apo pro-presidentit Trump, i cili ka theksuar se në mesin e tyre janë shtresa të shumta pra të kategorive të ndryshme të emigrantëve dhe të refugjatëve, duke përfshirë këtu dhe rreth 8.000 studentë dhe 2.500 punëtorë të specializuar, të cilët pra kanë humbur gjithashtu statusin e tyre ligjor. Sipas një zëdhënëse pra të Departamentit Amerikan të Shtetit, shumica e studentëve dhe punëtorëve të kualifikuar të cilët kanë ndjekur pra specializimet në universitetet më prestigjioze në Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë humbur vizat për shkak të mos respektimit pra të ligjit të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Zoti Mulliqi, apo afektojnë edhe shqiptarët nga këto politika, shqiptarët e Shqipërisë dhe të Kosovës, sepse këto ditë dol edhe Trumpi me një të dhënë statistikore ku tha që 46% e familjeve që migrojnë nga Kosova janë në kuadër të politikave sociale ose marrin subvencione sociale. Të themi të drejtë, shqiptarët nga Republika e Kosovës dhe shqiptarët nga Republika e Shqipërisë pra nuk janë dëbuar apo nuk janë deportuar në vendit e origjinës për shkak të ndonjë kryerje të veprës penale. Kryesisht ata të cilët dëbohen janë ata të cilët kryejnë krime të rënda ose ata të cilët kryejnë vepra penale si në përdorimin, zbatimin dhe shpërndarjen e drogës, pastaj ata të cilët kanë rrezikuar drejt pas së drejti sigurinë publike dhe kombëtare të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra në këtë grup pothuajse nuk bëjnë shqiptarët. Shqiptarët bëjnë pjesë pra në kategorinë atyre të cilët kanë të ardhura të vogla mujore,
dhe për këtë ekzistojnë departamentet e veçanta pra ekonomike, ku ata të cilët pra nuk kanë të ardhurat të nevojshëm për familjarët e tyre, kanë të drejtë pra në mënyrë ligjore që të aplikojnë për ta shkëlqyer food stamps apo triska ushqimore, së për siguracione shëndetësore, medical care. Po, zoti Mulliqi, kemi edhe një koment nga Agoni që kemi në studio. Agon, sa po afektojnë edhe shqiptarët tanë për këto politika të Amerikës? Konsideroj që pa tjetër i prek edhe shqiptarët. Unë fakt kom diskutu me disa shqiptarë që janë kryesisht në shtetin e Arizonës, aty ku unë edhe kom qenë prej afër, edhe di që është një numër i madh i familjeve shqiptare që jetojnë bashkë në komunitet, edhe pa tjetër që kanë qenë edhe cak nështë i kontrollave prej sistemit ICE ose prej grupacionit ICE, po edhe prej politikave të tjera apo kujone edhe shtetasëve të tjerë. Pra, vjen më përmend, konsideroj që është kriju një farë fryme e tillë që e bën një farë ndarje pak më rigjide etnike, nështë se kush mundet potencialisht me qenë më amerikan sa kusht tjetër. Unë këtu pak dashur më ndalë dhe kam edhe një pyetje për zotin Mulliqin. Domethënë mendoj që proteksi i kësaj politike të djathtë rreth migracionit, pra ka qenë gjithmonë çështja e sigurisë kombëtare. Por unë konsideroj që në këtë rast mundet me u përdor vetë si alibi migrantët, sepse statistikisht e di që është situatë shumë e komplikuar, por statistikisht në fakt shumica krimeve ndodhin prej vetë amerikanëve, pra prej atyre që kanë edhe në shtetësinë amerikane dhe jo rrjedhimisht ose jo detyrimisht prej migrantëve. Pra konsideroj që atje mund me qenë një farë problematike më e madhe sistemet të anëve, të cilën na vetë e dimë dhe e njohim tashmë si fenomen, por që mendoj që është gjithmonë më e lehtë për një politikë sidomos gjatëtise edhe për synimet e frymës së Trumpit për me e vë fajin dikun tjetër se sa për më marrë me një sistem pak më të organizuar që ka shumë mirë gur themelet në lirinë amerikane, pra flas për sistemin e anëve. Çka më intereson me ditë se çysh ka ndiku kjo në marrëdhëniet ndëretnike, sepse me aq sa mundemi na me papri këtu, me aq sa mundemi me përcjell në platformat e ndryshme sociale dhe të mediave, vërejo domethënë një farë ndarje shumë e madhe popullsisë të atyre që në fakt i shohin migrantët si një problematikë shoqërore dhe sipas atyre që domethënë nuk i shohin migrantët dhe thonë që Amerika gjithmonë ka qenë një vend i hapur për diversitetin kulturor dhe atë etnik dhe në fakt domethënë janë edhe kundër politikave të Trumpit ndaj migrantëve. Pra më intereson me ditë se çysh kjo manifestohet në bazë ditore. A mundi me thonë që e ka nda ose i ka thellu ndarjet pak më të mëdha etnike brenda grupeve të ndryshme? Pra, zotri Mulliqi, a ka ndarje etnike, a ka probleme etnike aktualisht për shkak këtyre çështjeve ose politikave amerikane, e po ashtu edhe kush është më problematik gajs në Amerikë? A janë emigrantët apo vendorët, ata që kanë dokumentacione? Themi të drejtën këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra në gusht të vitit 2025, administrata e presidentit Trump ka njoftuar se kishte filluar apo kishte nisur rishikimin e të gjitha vizave të vlefshme pra për ata të cilët kanë arritur që të vinë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Këtu vlen ta bëjmë një ndarje në mes të atyre të cilët e posedojnë green card apo kartonin e gjelbërt apo kartonin jeshil dhe atyre të cilët kanë viza, shumica atyre të cilët pra janë hequr nga politikat dhe reformat e migrimit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, janë ata të cilët pra nuk i kanë respektuar ligjet vendore në Shtetet Bashkuara të Amerikës ose kanë zgjatur pra qëndrimin e tyre në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndërkaq që pra green card apo kartoni i gjelbërt është për të gjithë ata emigrantët që vinë në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe kanë një qëndrim 10 vjeçar. Gjatë qëndrimit të tyre thuhet se ky është një qëndrim i përhershëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por sipas ligjvënësve amerikan thuhet se green carta është e përhershme në Shtetet Bashkuara të Amerikës për aq kohë sa respektohen ligjet dhe dispozitat ligjore të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Amerikanët kanë edhe një thënie të ngjashme me këtë, thuhet se demokracia është deri atu derisa nuk e cënon lirinë apo privatësinë e tjetrit. Në atë moment që cënohet liria dhe privatësia e të tjetrit, atëherë përfundojnë rregullat demokratike. Kjo është teoria e John Stuart Millit. Janë revokuar nga këtu, janë pikërisht ata të cilët kanë probleme apo përplasje, përballje me ligjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të themi të drejtë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një nga vendet më liberale në botë, e cila e lejon të ashtriquajtën edhe dy shtetësi të dyfisht, pra shtetësinë nga vendi i origjinës dhe në shtetësinë e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shtetet Bashkuara të Amerikës në përgjithësi e aplikojnë fitimin e shtetësisë në 3 mënyra, siç e njeh dhe praktika ndërkombëtare e shteteve. Mënyra pra më e përhapur është mënyra e ashtriquajtur ius sanguinis apo sipas përjardhës. Mënyra e dytë është mënyra ius soli, ashtriquajtur mënyra e lindjes së fëmijët në territorin e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe mënyra e tretë pra
sidomos që vlen për gjithë migrantët të cilë vinë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, është mënyra fitimit të shtetësisë plotësuese përmes naturalizimit apo adoptimit. Por zotri Mulliqi, na e patëm edhe një temë tjetër, një çështje tjetër që deshtëm me trajtu me ju, idenë se a kanë nxitur reagime ndër etnike, ndër shtetërore brenda Amerikës këto politikat që janë duke marrë parasysh migrantëve. A ka problematika mes nacionaliteteve të ndryshme? Të themi të drejtën, Shtetet Bashkuara të Amerikës suhen për një harmoninë mes të përkatësive të ndryshme etnike, racore, për një diversitet të shumëanshëm gjithëpërfshirës kulturor, me përjashtim të disa shoqatave humanitare dhe të disa shoqatave dhe fondacioneve të ndryshme, të cilët pra kanë ngritur zërin e tyre në mbrojtje të refugjatëve, në përgjithësi pra nuk ka pasur ndonjë reagim të fuqishëm, të themi në aspektin qoftë të shteteve të Unionit, të cilët pra e përbën me se 50 shtete të Unionit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, qoftë nga qeveria federale. Pra, ata të cilët kanë qenë me një reagime të fuqishme janë pikërisht disa organizata në mbrojtje të lirive dhe të drejtave të njerëzit dhe disa shoqata dhe fondacione të ndryshme, të cilët pra kanë në prizmin e tyre lirit dhe të drejtë, respektimin e lirive dhe të drejtave të njerëzit. Agon, tek çështja e green cardës, e di që në momentet kur hapen ato afate, këto zyrat që e bëjnë atë mënyrën e aplikimit kanë kogja radhë nga të rinjt kosovar. Sa do të afektohet kjo edhe në Kosovë? Me thonë drejtën, unë konsideroj që në pak më për një afat gjatë, në aspektin afat gjatë, kjo është edhe një farë aspekti synimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës, sepse konsideroj që sa më shumë që flitet globalisht për këtë çështje, sa më të ashpra le të themi që janë ofenzivat e ICE për identifikimin e personave që potencialisht munden me qenë të jashtëligjshëm brenda territorit të Amerikës, është një farë mënyrë se qysh i ftof njerëzit tjerë, qysh i largon njerëzit tjerë, edhe qysh i inkurajon mos me apliku për çfarë do procesi, për çfarë do vizë brenda Shtetit të Amerikës. Pra se kjo patjetër që Trumpi vazhdon me bothirin është atë që njerëz me apliku dhe me pas dokumentacionin e duhur për shumë me shku brenda Shtetit Bashkuar të Amerikës, konsideroj që në anën tjetër të rinë gjithandej botës, i përfshi edhe ata shqiptarë dhe ata të Kosovës, e ka kriju një farë lloj frike edhe një farë lloj intimidimi ndoshta prej sistemit amerikan dhe prej çfarëdo institucioni atje. Çka do të thonë është ndoshta veç edhe prap si çështje për diskutim edhe pyetje, mendoj që për momentin migrantët janë të upa dhe janë të asociuar më shumë me krimin dhe me terrorizmin në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Edhe mendoj që patjetër që ka raste të tilla, e thashë statistikisht shndron ndryshe, por çka më bën përshtypje është se çysh kanë me e zëvendësu këtë potencial që janë të hup jo vetëm të klasës punëtore, por edhe ata intelektual të pas parasysh një numër i madh studentëve në Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë qenë jo shqiptar. Pra gjatë kohës kur unë kam qenë në Walter Cronkite School of Journalism në shtetin e Arizonës në Shtetet Bashkuara të Amerikës, mund në vlerësh me thonë që më shumë se 80% e klasës kemi qenë jo amerikan, pra kemi qenë student të huaj. Edhe rrjedhimisht më interesuar me ditë a flitet për një politikë të zëvendësimit të kësaj klase punëtore në tregun e punës, po edhe një klasë po themi intelektual, një potencial intelektual ose shkencor nga ata që vetë ju kanë revoku vizat ose nga ata që nuk mundin as me apliku për të qenë student apo punëtor në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Zotri Mulliqi, a po diskutohet për këtë çështje? Themi të drejtën zotenis nuk po dëgjohet mirë. Po e përsërisë një herë. Agoni po thotë që a mund të zëvendësohen këta të cilët nuk do të jenë tash tutje në Amerikë, pra migrantët. A ka mundësi, a ka forcë humane njerëzore Amerika të zëvendësoj këta migrantë të cilët kryesisht janë klasë punëtore? Si që thamë edhe me parë, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë shtrënguar politikat e tyre për zëllimin e green cardës apo të kartunit të gjelbër pikërisht për ata recidivistë të veprave të ndryshme penale, ata të cilët kanë shkel ligjet në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ata të cilët kanë ardhur me viza turistike në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndërkaq si që njoftohet këtu nga Shtetet Bashkuara të Amerikës ka filluar rishikimi edhe i 5 milion të tjerë të vizave turistike, kryesisht e atyre të cilët kanë ardhur për të punuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe atyre për të studiuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë mes, unë thëmë se shqiptarët pothuajse janë të pajisur, sidomos emigrantët shqiptarë që kanë ardhur. Zoti Mulliqi, shkurt edhe një pyetje për të dalë tek tema tjera. Tash e tutje çdo kosovar, zoti Mulliqi, po më dëgjon se do të dalim edhe tek tema tjera për një pyetje të shkurt për edhe këtë çështje. Tash e tutje kosovarët nëse duan të shkojnë në Amerikë dhe të pajisen me dokumentacion, a e kanë më të vështirë apo të mos ja mësojnë fare? Nëse ka mundësi edhe një herë pyetjen të lutem se nuk po dëgjohet.
Po them, tash e tutje kosovarët të cilët duan të shkojnë në Amerikë, a kanë mundësi të pajisen me dokumentacion, a jo? E dokumentacionit në Shtetet Bashkuara të Amerikës pajisja me viza turistike dhe me green card, pra me kartonin e gjelbërt, kryesisht bëhet përmes një aplikacioni të thjeshtë në ambientet e ambasadave apo të konsulatave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pas një kontrollimi, pra të një kaluare të personelit, pra lëshimi vizave bëhet në mënyrë individuale, ku ambasada apo përkatësisht konsulata amerikane e vlerëson se aplikacioni a ka qenë në përputhje me atë që kërkohen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke kontrolluar pra edhe biografinë së kaluarës të personit i cili aplikon për një vizë turistike ose për green card në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe pas aprovimit të tyre bëhet edhe një ekzaminim mjekësor dhe atëherë lejohet për në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por gjatë kësaj administrate të presidentit Trump kemi jashtëzakonisht shtrëngime të politikës dhe reformat e imigracionit, sepse vetë presidenti Trump pra ka deklaruar në fushatën e tij zgjedhore, sepse emigrantët të paligjshëm nuk do të kenë vend. Zotë Mulliqi, po dalim edhe te do tema të rëndësishme. Irani, Venezuela, Grenlanda, çka po ndodh? A pritet ta blej Grenlandën, a pritet të hy ushtarakisht, a pritet të hy ushtarakisht edhe në Iran, po ashtu edhe me Venezuelën, a ka ndonjë diskutim nëse mundesh të na bësh një përmbledhje mbi këto zhvillime të mëdha gjeopolitike? Si dihet, muajve të fundit kemi një ndryshim të arkitekturës gjeopolitike në botë, sepse kemi një polarizim të tejskashëm të superfuqive apo të fuqive më të mëdha botërore në njërin anë të rreshtuara nga Shtetet Bashkuara të Amerikës së bashku me Aleancën Veriatlantike, pra me NATO-n, ndërkaq në krahun tjetër Rusia, Kina, Irani dhe vendet tjera si që janë Korea e Veriut, kështu që tani me bota dhe rendi i ri botror sikur ka filluar të riformatizohet, deri me tani pra kemi qenë dëshmitar se vitet të fundit janë krijuar konflikte të armatosura globale dhe ato rajonale. Lufta më e fundit pra që ishte në mes të Rusisë dhe Ukrainës, pastaj në lindjen e mesme, së dhe tani me një çrregullim pra një konflikt në Venezuelë, pra në kontinentin amerikan, kështu që ishte pra e paparashikuar se Shtetet Bashkuara të Amerikës pra do të mund të ndalonin dhe të arrestonin presidentin e Venezuelës, pra Nicolas Maduro, i cili ishte pra një diktator, kur dihet se të gjitha trajtat e regjimit politik, pra regjimet politike kategorizohen në dy grupe. Grupin e parë përbën shtetet autokratike apo autoritare dhe grupin e dytë bën pjesë pra shtetet demokratike, ku këtu dallon edhe disa tipe të demokracisë, siç është demokracia parlamentare apo përfaqësuese, pastaj kemi demokracinë e kombinuar, si dhe demokracinë e drejt për drejt, ku këtu bën pjesë edhe plebishiti, referendumi dhe iniciativa. A pritet të hy ushtarakisht në Iran? Zoti Trump shpesher ka qenë kontrovers me politikat e tij, pra kryesisht në politikën e jashtme, por zoti Trump pra ishte i propozuar për çmimin Nobel për paqe para disa muajsh nga Partia Republikane, dhe zoti Trump pra nuk e ka fshirë asnjëherë dëshirën që të jetë njeri i paqes, që të jetë njeri i cili do të zgjidhë të gjitha krizat politike botërore dhe që të jetë i nominuar pra për paqen globale dhe të jetë laureat i çmimit Nobel për paqe. Por nga ana tjetër, zoti Trump pra ka qenë decisivisht i prerë në qëndrimet e tij, ka dhënë urdhra të ndryshëm, pra siç ishte bombardimi i Iranit, pastaj edhe intervenimi në Venezuelë, ndoshta mund të pritet edhe intervenime të tjera, ku ai nuk e ka fshirë asnjëherë aspiratën e tij pra për ishullin e Grenlandës, e pastaj ndoshta edhe në ndonjë vend tjetër, pra në kontinentin amerikan, siç është Kolumbia apo edhe Kuba. Zoti Mulliqi, se jemi fare në fund të kësaj pjese.
E kemi një koment nga Agoni. Shkurtimisht, mendoj që kjo ka të bëjë pak a shumë, po ne edhe në shëshë edhe në aspektin e emigracionit dhe refugjatëve, të pas parasysh në rast, po ne historia tregon që në rast acarimit të raporteve të Shtetit Bashkuar të Amerikës me këto shtete përgjithëse, pra qoftë Iranin, Venezuelën apo edhe Grenlandën potencialisht, ndërsa Grenlandën më pak, ka një numër të madh të shqiptarëve që kanë me dashur migruar në Shtetin Bashkuar të Amerikës, por një siguri pak më të madhe. E mendoj që këto e redukton problemin të themit të refugjatëve dhe të migrimit si një çështje komplekse globale, e redukton veç në ato policore, pra është si vetëm çështje policore në cilën ka më bërë fare inspektime edhe me sy të lirë se kush mundet ose jo me qenë refugjatë. Dhe mendoj që është një farë aspekti e çet para gjyqit të krymë se cilin shqiptar venezuelian ose iranian që ndodhen në Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke pas parasysh në vendet e tyre prej ngavimit të origjinës, pra janë situata goxha e agravume, por në anën tjetër të njëjtit nuk e kanë politika për krahasë të çndrimit ose të aplikimit për qëndrim brenda Shtetit Bashkuar të Amerikës, edhe ndodhin po them para gjyqit të kryer sepse me një anë nuk e kanë sigurinë për të kthyer vendet e tyre, po as për të ndajtur Shtetit Bashkuar të Amerikës. Nëse për Kilanin se mundem shkurtimisht, unë dje kum ndjek shumë me vëmendje zhvillimet atje dhe reagimet, edhe në fakt po më patjetër që ata kanë refuzuar deri në takimin në vend që do ta ketë kryeministri i Grenlandës, për që mbetet situatë shumë agravuar me gjithë shqiptarët atje. Zotë Mulliqi, fund edhe një fjali të shkurt se e mbyllëm këtë pjesë, a pritet të qetësohet situata karshi këtyre politikave, karshi Iranit, Venezuelës e po ashtu edhe Grenlandës nga politikat amerikane? Shkurt me një fjali të lutem. Problemet e tjera paraqiten në Amerikën Latine apo në Amerikën Qendrore, kryesisht në Kolumbia dhe në Kubë, ku se sistemi totalitar i Kubës që nga koha Fidel Castros, Raul Castros është duke vazhduar tani edhe me Miguel Diaz. Kështu që Shtetet Bashkuara të Amerikës e praktikisht presidenti Trump është duke u thirrur në të ashtuquajtën doktrina Monroe, që doktrina Monroe pra ishte formuluar nga ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës James Monroe në vitin 1823, e cila jep të drejtën Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të ketë ndikimin e vet pra në kontinentin amerikan, qoftë në Amerikën e Veriut, në Amerikën Latine dhe në Amerikën Jugore. Kështu që kjo doktrinë pra parashë forcimin e Shtetit të Amerikës dhe pretendimet se Shtetet Bashkuara